kjo punë? Qëro, unë jam ai Rio, unë kam 34 vjet, 35 i bëj mas zgjedhjev. A është i vepeshe modhe me konkretar, kalcet e? Po, normalisht që po. A ja rekomandon një 34 vjeçari që bënë së janë? Po, absolutisht po. Se mendoj që 34 vjeçari ka ma let me i përballu kësaj ngarkese. Se sa plest? Edhe se sa të moshuarit. Që shumë përvisa, qëra për. Njëri e dukum 34 vjet, a unë 36 vjet, kjo më rona se jatë mu, po. Kundër kandidatë mi jenë manë moshë se unë, ma i Rio nëse nuk po ka bëjt me qenë dikon mas meje, dikon 42 ose 43 vjet, të tjerë ma dhe jenë matë më shumë se kaq. Po, për shembull, lista jonë e vetëvendosjes është moshë mesatare e ka 14.7. Domthon mosha mesatare në Gjilanën, Kosovë është dikon 35 vjet. Që jemi pak mbi moshën mesatare, po mendoj që është përfaqësim i mirë në kuptimin e përfaqësimit të këta grup moshave. Kryetar edhe një pyetje për ta bëj. Po. Punën e rrugëve. Se pak në qytetar tha rrugë, parkinge, se pak më herët të pyetja, po diçka që dorsa më ashtu. A ki ndonjë plan për sheshin në shesh Gjilan me pas bukur, sikurse kanë qytete të tjera, diçka projekt caktuar konkret, falna. Po maketën që e pam. Që si amanete së mdhanë, kësa qytetar, po në pa ta bëj. Maketën që e pam tash është... Shto e po qytetë, domethënë, çu të shpjegoj këto? Ky është investimi më i madh kapital në Gjilan dhe besoj që është projekti më i madh që mundet me transformu qytetin tonë. Është dikon rreth 500 metra gjatësinë total. Fillon prej stacionit të autobusave në qytetin tonë, është një rrugë drejt që vjen deri poshtë komuna këtu. Në shkon në një 50 metra më poshtë se komuna, është rrugë nëntoksore. Çka është më rëndësi janë dy sene, e para që objekti i administratës komunale ka më konë keq me një vend tash. Në Gjilan është njëra prej pak komunave, prej të mëdha është e vetmja, që hala se ka një objekt qendror për administratë. Tash jena të shpërndarëm gjithandej komunës, se s'dia i pati jashtë janë do kamiona tu i hiq to tavolina kështu, inventari mi tu i hiq. Po po largohem prej këtu që mi hap rrugë rënimit edhe fillimit punime për objektin e ri.